Skivo se shtatë në vjetë në Superligën të Kosovës në basketbol, nësë Raoneti 0-29 vendas dhe Sigal Prishtina, e cila luan me kapërvarje, me numër 24 kapiteni Bom Paloshka, 0-0 Adrio Bej, numër 3 Jon Ismaili, 5 Akin Morina, 6 Vladimir Kakruki, 7 Elian Ferenc,
Mimbrëma të ndëruar shikuesi adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga palestra Miza Erisma në Ravec, këtu ku do ta ndjekim duelin ndërmjet Ravecit 0-29 dhe Sigal Prishtinës. Ndeshje shumë e rëndësishme për skuadrën e Ravecit që po mundohet maksimalisht t'i hik fundit të tabelës aty ku i ka aktualisht pikët e barabarta me skuadrën e vllazнимit, pra Raveci është në pozitën e fundit me 11 humbje dhe 5 fitore, aq i ka dhe vllaznimin në pozitën e 7 në renditjen tabelare. Do të mundohet Raveci maksimalisht të shfrytëzon krizën e skuadrës së Sigal Prishtinës, të cilët edhe pse në duelin e fundit arritën që të kualifikohen tutje në gjysmëfinalin e Kupës së Kosovës, ata vijnë nga humbja e radhës që e pësuan nga vllaznimi. Për shumë informacionin e skuadrës së Sigal Prishtinës, ku sonte trajneri Mihajl Liskakjuzis luan me Belin Morinën nga Krukin, Clarence Dux, Ismailja Gjosa, Zeneli Sinani Kremer dhe kapiteni Don Poloshka. E shohim që DeAndre Burns sot nuk paraqitet tek skuadra e Sigal Prishtinës. Në anën tjetër tek Raveci 0-29 trajneri Samazhiev i ardhur së fundi luan me Pullian Rugovën, Umi Pikun e rikthyer gjithashtu, pra Rugova dhe Umi Pik pas mungesave në mesjavë rikthehen Rëshe Regja, Berisha Durguti, Ejupi Ujkani, Johnson, Cena dhe Thomas janë në përbërjen e vreshtarve. Po shohim 5 startuese të Sigal Prishtinës, Beli, Morina Kakruki, Clarence dhe Khalil Duk startojnë tek Bardh dhe Kaltrit, ndërsa tek Raveci pra startojnë Pullian, Rugova, Umi Pig, Rëshe dhe Bardh Regja. Përderisa Sigal Prishtina pësoi në mesjavë nga vllaznimi në kuadër të çerekfinales së Kupës së Kosovës, megjithatë përsia prej 14 pikëve që e pati në duelin e parë ishte mjaftueshme që të arrijë të kualifikohet tutje. Skuadra e Ravecit 0-29 nuk arriti të i bëj ball Borës as në duelin e dytë. Prishtinasit e kontrolluan edhe duelin e dytë për të u kualifikuar tutje, pra është eliminuar tashmë Raveci, ndërsa Sigal Prishtinën e pret edhe gjysmë finalja, teksa shohim në plan të parë edhe trajnerin Samazhiev, i cili erdhi tek Sigal Raveci 0-29 pasi që trajneri Buja Loci pra me marrëveshje u largua nga skuadra. Gjithçka gati për startuar kjo ndeshje. Shohim Julian Roshen dhe Edgio Bailey që do të kërcejnë për topin e parë. Thash, një ndeshja shumë e rëndësishme për skuadrën e Ravecit, teksa mund të jetë përcaktuese edhe për fatin e trajnerit të Sigal Prishtinës, i cili nuk po dim për fitore në vitin 2026 dhe asesi nuk po arrin skuadra e Sigal Prishtinës se marrë vetën, edhe pse ka nisur mjaft mirë sezonën. Megjithatë gjërat nuk po ecin mirë për Bardh dhe Kaltrit. E pikërisht këtë krizë do të mundohet maksimalisht të shfrytëzon Raveci 0-29 që bën diçka më tepër në vazhdim të kampionatit. Dhe shohim vijnë pikët e para nga vendasi Julian Roshe, është ai i cili realizon një aksion ku mbeti plotësisht i lirë. Clarence tek Bailey, Clarence dhe tupin tek Edgio Bailey. Dux dalë në gjysmë distancë, Khalil Dux nuk arrit të realizon tupin duart e Besnik Rugovës, edhe Besnik Rugova edhe Aizia Umi Pig nuk u paraqitën me skuadrën e Borës në mesjavë, ndërsa duket që kanë rikuperuar lëndimin dhe sot janë të gatshëm të ndihmojnë skuadrës. Pullian gjuan për treshe, nuk është i saktë, topi ka përfunduar jashtë. Dux Altin Morina, Bailey kohet nga Fisnik Rugova, megjithatë vazhdon sulmi i skuadrës
së Sigal Prishtinës e humb Altin Morina nuk arriti ta pranon ato teksa në kundërsulm realizon Pullian. Dux. Ditët në top dhe pas zgjidhje Khalil Dux nuk arriti të realizon asgjë, nuk po shkon tek Bardh dhe Kaltrit e pam duket që nuk po shkon te aksioni planifikuar tek ekipi i Sigal Prishtinës. Umipik ka presionin Julian Roche, përfundojnë sekonda, gjithsesi nuk ka problem. Merr edhe njerë kërcimin për të realizuar dhe nisur më mirë këtë ndeshje. 6-0, skuadra e Ravecit e nis këtë përballje. Morina tek Valmir Kakruki, i cili nuk shëllon, por ndalet me faull do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Lira pra për Valmir Kakrukin, i cili ka mundësinë që t'i realizon pikët e para për skuadrën e Sigal Prishtinës, cilët nuk po arrijnë asesi të gjejnë lojën e tyre në këto minutat e para. E përmenda njëri nga lojtarët kryesor, DeAndre Burns, mungon sonte qëllon Kakruki në të dyja tentimet për pikët e para të Bardh dhe Kaltërve. Pullian. Kenqëll Pullian. Shkon topi tek Fisnik Rrugovaj që dëgjuan për 3. Është i sakt, ka marrë topin Morina. Khalil Dux. Adrio Bailey do gjuan edhe ai për treshe nuk është i sakt. Valmir Kakruki e ka marrë ato por nuk arriti ta mban brëndësin. Pullian. Umipik, lirohet, Gjuan, nuk është i sakt për treshe. Clarence, vërtimi i tij, por nuk vijnë pikët. E vjedh Adrio Bailey topin, edhe njerë topin në duart e Elijah Clarence, sa radhe qëllon pikët e para nga loja për Sigal Prishtinën. Pas 2 gjuajtjeve të lira që i qëlloj Valmir Kakruki për 6-4, kur tashmë kanë kaluar 4 minutat e para të kësaj përballjeje. Bardh Regja dë ndalet në gjysmë distancë, realizon Bardh Regja 8-4. Dux. Morina te Kakruki edhe njëherë ndalet me faull. Valmir Kakruki që do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Herë të dytë sonte. E shohim DeAndre Burnsin që është bashkë me skuadrën, por që ka mësuar një lëndim dhe nuk është sot dhe gjendjet paraqitet, gjatë gjithë kohës në këmbë ishte gjithsesi DeAndre Burns. Nuk e qëllojt para në të dytën është i sakt Valmir Kakruki për 8-5.
Pullian tek Umipik. Kentrell Pullian. Zia Umipik gjuan për 3, nuk qëlloj as se radhe. Zia Umipik. Si që ta shkryen edhe më tepër rezultatin Prishtinasit, por jo të vëmendshëm. Në anën tjetër nuk qëlloj Bardh Rexha. Ka marrë kërcimin Altin Morina, niset në sulm. Prishtinasit Khalil Dukes gjuan për 3 pike realizon. Për ta barazuar rezultatin në 8-8 kur kanë kaluar 5 minutat e para të ndeshjes. Gjithçka baraz në Miza Irisma. Atë kemi përgjigje nga Zia Umipik, edhe njerë shkurtër gjuajtja. 3-0 sonte në tentimet për tresha Zia Umipik. Dukes. Ka krukje edhe njerë Dukes. Thyër topin të Edgio Bailey. Ilir, Khalil Dukes nuk gjuan. Kthen tek Bailey. Ai do të tenton për treshën, nuk është i sakt. E mani topin edhe njerë vendasit që kanë mundësinë e rikthimit të avantazhit. She tek Zia Umipik. Rugova, Ilir Bardh Rexha edhe njerë në kosh. Në gjëmë mbrojtja e Sigal Prishtinës. Plotësisht Ilir Rexha në kosh arrin të qëllon. Me vonesë u afrua Khalil Dukes. Bailey. Altin Morina gjuan për 3. Nuk qëllon. Umipik. E ka presionin e Valmir Kakrukit, cili ja devion top. Kemi zënësëm. Sa e shojmë edhe një treshën e Khalil Dukes që barazoj rezultatin në 8-8. Teksa në loj tashmë të Kraveci janë Johnson dhe Thomas. Rexha, kanë topin tek Pullian. Bukur ai top tek Fisnik Rugova, i cili realizon dhe ndalet me faul. Do t'jetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë. Fisnik Rugova shënja asistin e Kentrell Pullian. Fenomenal. Edhe një lirë për Fisnik Rugovën. U vrejt mungesa e tij dukshëm në duelin ndaj Borës. Nuk qëllon nga vija e gjuajtjes e lirë, devion ato Altin Morina tek Khalil Dukes. Ka vazhduar sulmin e skuadrës Sigal Prishtinës. Bukur ai topi Dukes për Edgio Bailey, i cili me ngulitje përfundon aksionin e Prishtinasve. Mjaft mire pa në kosh që është duke u liruar Dukes. Bailey e ky i fundit nuk falë në këto raste. E dëraj një ngulitje të bukur për të shkrirë në 12-10 rezultatin. Kentrell Pullian tentoi për treshën, nuk është i sakt. Ka marrë edhe njerë topin Johnson. Vazhdon sulmi i skuadrës së Ravecit. Kentrell Pullian. Simi nga buari ti. Topi përfundon jashtë. 2 minuta e 20 sekunda janë deri në përfundim të çerekut të parë. Nuk kuptohen lojtarët e Ravecit në këtë aksionin e fundit. Khalil Dukes. Bailey, edhe njerë tek Dukes, do të gjuan edhe njerë për treshën, nuk është i sakt. Ka faul në sulm nga Valmir Kakruki. Megjithatë, do të shohim vendimin e gjyqtarëve. Nuk janë kuptuar dyshja e gjyqtarëve. Në thaqje e Kera. Njëri e referoi faul, tjetri faul në sulm.
Megjithatë e diskutuan në mes vete këtë rast. Rast u vendos që faulli ishte i ka Krukit në sulm. Pullian. Edhe një shkon ai top tek Rugova, i cili lirohet në mesin e dy lojtarëve. Fantastik fisnik Rugova, lehtë po realizon. Në rastin paraprak ishte plotësisht i lirë, por kësaj radhe Bailey si edhe Clarence Albertine nuk arritën të ndalin. Ka faull në anën tjetër ndaj Elijah Clarence. Dhe dëvërtimin të tij e shohim edhe njerë. Lira dy tjenë për Elijah Clarence, është ullur par drejgja, po e shohim e jupi në loj. Nuk qëllon në tentimin e parë. Në 2:14 me 11, kur kemi hyrë tashmë në 2 minutat e fundit të çerekut të parë. Rugova tek Umipig. E Jupi ka shkaktuar faull në sulm Disare Jupi. U vendos Altin Morina në kohë, ndërsa e priti Visare Jupin për atë kontakt. Qrastër ka shkaktuar faull në sulm. Mundësi për Sigal Prishtinën ta shkërien edhe më tepër rezultatin, kryesisht në këtë çerek të parë. Pasu një iniciativën skuadra e Rahovecit. Bukur ai top tek Valmirka Kruki. Vjen një akcion i mirë i Prishtinasve, të cilët e shkrije në 14-13 rezultatin. Edhe njerë topi të Rugova, këthen topi të Johnson, Umipig, lëvizje bukur mashtruese tek Rugova, kësaj radhe huq. Me fat lojtarët e Prishtinës, pasi lëvizja e ti ishte mjaft pasi lëvizja ishte e ti mjaft e mirë dhe nuk qëlloj fistik Rugova, teksa në anën tjetër i komplikojnë gjërat edhe Prishtinasit. E shohim nuk shkoj pasimi ka Kruki tek Edgio Bailey. E ndalët kundër sulmi nga Clarence. Umipig gjen të vërtimin, jo dhe pikët. Elijah Clarence nga bën në hapa, e humb topin. E shohim në plan të parë trajnerin e Prishtinës, Mihalis Kakiuzis, i cili nuk e bëri asnjë zëvendësim në 10 minutën e parë, edhe pse nuk ishte i kënaqur. Pati shumë kritika për lojtarët. Ka një gjuan për 3 pikë, nuk është i saktë, edhe njerë kthehet topi në duart e tij. Bllokohet nga Edgio Bailey. Ka Kruki ka marrë topin, tjesë në kuadrat e fundit Gjuan Altin Morina nuk arriti të realizon. Mbetet 14-13 në fund të 10 minutave të para. Loj e ngusht, iniciative Rahoveci që pati kryesisht avantazhin dhe në Prishtina ishte në ndjekje të rezultatit. Pra 14-13 në të mirë të vendasve. Shkojmë pak marketing për të rikthyer me çerekun e dytë. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që e kemi bo. Ua, e reja, qëpar dizajnit top.
Veç që halos kemi vendos për emër. Hajtë kallëzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me blet çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Që? Topa? Edhe ato me 0% interes. Ja, le ma veç pak të kënaqet pjesë. Me t'ble pa interes, me nëzi unë e po pres, shumë let me pagu, a jeti tungu. Ha, që shto do? Top. Hej, a ja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo. Paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehen tashmë lojtarët në fushme që rekun e dytë të kësaj përballje. Topi parë në duart e lojtarëve të Rahovecit, vjen tentimi për treshe nga Fisnik Rugova, nuk arriti të realizon. Teksa shohim që trajneri Kakjuzis vazhdon me peshën e njëjtë. Edhe mëtej nuk e ka bërë asnjë zëvendësim në bank, i ka edhe Kramer edhe Polloshun me cilët ka nisur në duelin e kaluar. Janë kundër sulmi Johnson, jo dhe pikët. Clarence. Adrian Bailey, Gjuan për 3 pik. Kështi sakt. Topi në duar të Aizia, 1 pik përfundon. Umi pik. Johnson. Gjuan për 3 realizon kësaj radhe. Jalen Johnson. 17 me 13. Dukes. Ka Kruki. Ndalet me faul. Shojmë edhe njerë personalin dhe Valmir Kakrukit. Topi është anash Dukes e këthe në loj. Morina të Khalil Dukes, i cili realizon nga avërsia. 17 me 15. Umi pik, Johnson, edhe një tjetër treshe e Johnson. Ndërsa sa po i përmenda Polloshkun e Kramer janë ngritur për të futur në loj. Ishte mjaft interesante që trajneri Kakjuzis nuk e bëri asnjë zëvendësim, thash në çerekun e parë, pavarësisht që ishte duke i kritikuar në vazhdimsi lojtarët, njihet kryesisht që nuk i përdor të gjithë lojtarët që i ka në dispozicion. Vjen tentimi Umi pik, nuk ka pika asaj radhe.
Tashmë Elijah Clarence në kundër sulm, asistimi Altin Morinos realizon për 20-17. Johnson tek Umipig. Nuk e lejon ato të shkojnë Morinat. Edhe mbrojtja e mirë tek Visare Jupi nga Altin Morina. Nuk pati pik për vendasit. Shojnë madhë të arin të shvizojnë këtë sulm. Për e qytetasit, Adrio Bailey qëllon edhe njëherë për të shkrir avantajin në 1-20. Në asë një moment gjithsesi Sigal Prishtina nuk e ka marrë avantajin sonte. Është në ndjekje të rezultatit në vazhdimsi. Bukur lëviz topit, Thomas gjuan për 3 pike realizon. Adonis Thomas. Edhe një tjetër treshe e skuadrës së Rahovecit. Ka kruki tek Adrio Bailey, i cili nuk qëllon. Kjo përgjigjur Thomasit. Mbetet 23-19 rezultati. Umipig. Zia Umipig. Thomas. Paul ndaj Thomas me qrast. E shojmë edhe një trishën para praket Adonis Thomas. E shqytëson këtë momentum trajneri Kakjusis në loj Jan Ismaili, Don Poloshka dhe Kelby Kramer. Topi humbur nga Jalen Johnson. Dukes tek Bailey. Gjuan për treshe, Adrio Bailey ndalet me faul. Ke 3 gjuajtje të lira. E shojnë personal në Fisnik Rugovës që i jep 3 gjuajtje të lira Baileyt. Ullet përpushuar edhe Zia Umipig, të cilin është duke përcjellur lëndimi. E startoi këtë sezon në Pro Credit Super League në mënyrë perfekte. Ishte për një kohë gjatë dhe kush është shënuesi më i mirë në ligë, gjithsesi më pas filluan lëndimet dhe kanë filluar të mungojnë pikët e Zia Umipigu tek vreshtarët. Ende është pa pik. Teksa Adrio Bailey qëllon 2 të lira, të ketë edhe një tjetër për të ngushtuar edhe një rezultati në 1. I sakt Adrio Bailey në të 3 tentimet. Është Bardh Regja. Nuk është i sakt. Topin në duart e Don Poloshkës. Shkon pasimi i Poloshkës. Rugova i që ka luajturi i fundit. Për atop, e fiton Kentrell Pullion.
E shojmë edhe njerë momentin kur e rikthen topin në loj. Don Poloshka e devijoj Kenqot Pullian gjithsesi. Topi takon skuadrës Rahovicit. Regja Pullian tek Roshe që gjuan në sekundat e fundit të aksionit. E mendimën e tabelës realizon 25-22. Pa presionin Don Poloshka. Sa Jalen Johnson shkakton faul në tentim për ta vjedha top. Dux tek Kelby Kramer, i cili i realizon pikët e ti të para. Këto sulme po shkonin në mënyrë perfekte në ndeshjen e fundit, pikërisht për këtë arsye përmenda Kramer, të cilin nuk po e shfrytëzon në maksimum trajneri Kakjuzis. Pa faul ndaj Pullian. Është personalja e Adrio Bejlit. Personalja e parë e ti. Shojmë njerë ngulitjen e Kramer. Thomas dyvishohet, shkon dobi te Grugova i lirë për 3. Këtë dhe shkurtër gjuajtja, ka faul ndaj Julian Roshe. Personalja është Kelby Kramer. Do të kemi tashmë time out 3 minuta e 51 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Po vazhdojnë loja ngushtë dhe përsia tjetë në anën e Rahovicit 0-29. Në asnjë moment skuadra si Galt Prishtinës nuk e ka marrë avantazhin, ndërsa Rahovici patje përsia dhe në +6 që kthehemi pas time-outit. Yes, he needs to take back. Try to touch him because your guy, you're going to be in trouble with your guy. Okay, so let me play. Play two. Hey, play two. Everybody, you play to the side. Jump to take it. Rikthehen tashmë lojtarët në fush. Topi në duart e vreshtarëve. Topi në duart e Bardh Regjës, bukur e gjen Fisnik Rugovën i cili realizon 27-24. Dux të vërtan e është i sakt. Khalil Dux në pikën e 7 të ti, barazohet me pikë me Adrio Bejlin. Fundit i ka edhe 5 kërcime, 2 asistime. Pullian. Thomas, një Kenqot Pullian. Rugova do të nëtonë edhe njerë për treshen, nuk është i sakt asaj rade. Në duart e Adrio Bejlit. Don Poloshka gjuan për 3 pike, realizon Don Poloshka për t'ja dhënë e përsin e parë si Galt Prishtinës. Kapiteni dal në skin, teksa Jon Ismaili shkakton faul.
E shojmë edhe njerë treshën e Dompolloshtës për 27-29. Julian Regja Thomas gjetur hapësirën për tentuar nga gjysmë distanca. Realizon Adonis Thomas 29-29. Polloshka pati faul e ka ngritur dorën Fjesnik Rugova. Personalja e dytë e tij. Kemi tashmë një tjetër time out të kërkuar nga trajneri Kakiuzis. 2:23 deri në përfundim të pjesës së parë. E ne rikthehemi më njëherë pas këtij time out-i. Dompolloshtka ta rikthen topin në loj. Kramer, cili e ka presionin e Rugovës. Polloshka do tenton edhe njerë për 3 pikë, edhe njëherë Dompolloshtka e qëllon treshën e tij të dytë. Edhe njerë kapiteni i sakt, umi pik bukur në anën tjetër për Fjesnik Rugovën. Pika e 8 e Rugovës më i dalluari. Teksa me nga 6 pikë buluan edhe Roche dhe Johnson. Dux kanë hapësirën për të vërtuar e kthen topin tek Dompolloshtka. 7 sekonda deri në përfundim të sulmit të skuadrës Sigal Prishtinës. Polloshka për Kramer. Funksionon kjo dyshe. Asisti kapiteni tashmë. 31-34 në të mirë të Sigal Prishtinës. Regja tek Thomas, topin e duart e Umi Pig. Adonis Thomas, sekondat e fundit të aksionit ndalet me faul. Ne shojmë edhe njerë, nuk ishë mbetur shumë sekonda, shfrytëzon depërtimin dhe asist perfekti Dompolloshtës, po e përmendi goxha shumë gjithsesi, i dha energji skuadrës së Sigal Prishtinës dhe nga momenti që po luan në pozitën e organizatorit, po funksionojnë më mirë krye qytetasit e gjithë një është kënaqësi kur i shohim lojtarët vendor të janë bartës dhe ata që i japin energji skuadrave të tyre. E në këtë rast Dompolloshtka edhe njerë Polloshka tek Adonis Thomas, Khalid Dux, Jan Ismaili. Nuk shkon pasimi i tij për Kelby Kramer.
Ne shohim trajnerin Kakiuzis i dëshpruar. Teksa do të kemi tjetër timeout, 49.9 deri në përfundim të pjesës së parë, 32-34 në të mirë të Sigal Prishtinës, të cilët e përmbysën rezultatin qerekun e dytë tashmë 21-18. Gjithsesi loja e ngushtë po vazhdon edhe në këtë çast e rikthehemi pas timeoutit. E shohim në plan parë edhe DeAndre Burnsin duket që Don Polushka ka mbetur i lënduar në krah. Gjitha ato lavdata dhe mbetet i lënduar, por shpresojmë se gjithçka është në rregull me të. Rugova. Bukur e këthen dobin tek Julian Roche, i cili realizon e barazon rezultatin. Me të vërtet loj fantastike po zhvillohet rezultati edhe njëherë barazisht e Ravesin në avantazh. U rikthye Prishtina, tashmë edhe njerë barazojnë rezultatin vendasit, teksa e shfrytëzon këtë sulm Khalil Dux për të realizuar atë këtë përgjigje nga Aizia Omi Pegio. Përfundon pjesa e parë në të mirë të Sigal Prishtinës, 34-36 përmbysin kryeqytetasit. Rezultatin ishte Raveci që e nisi më mirë, e kontrolloi kryesisht qerekun e parë kur pati edhe bërsi deri në +6. Në vazhdimsi ishte në ndjekje të rezultatit skuadra e Sigal Prishtinës, e cila e mori avantazhin me hyrje në lojë të kapitenit Don Polushka, i cili e realizoi atreshën fillimisht për t'i dhënë avantazhin prej 2 pikëve kryeqytetasve. E më pas Bardhë Kaltrit u shkëputën edhe deri në +3, u barazua rezultati, ndërsa me pikët e Khalil Duxit në pushim ekipet shkuan me vërsin prej 2 pikëve të Sigal Prishtinës. Shkuajme pak marketing për të u rikthyer me pjesën e dytë.